Ministre e Infrastrukturës dhe Energjisë, njëherë Azizëvendës kryeministra Belinda Balluku mori pjesë në forumin global të transportit dhe ndërlidhjes mbajtur në Turqi. Në forum morën pjesë 70 ministra nga gjithë bota, të cilët diskutuan për zhvillimet dhe sfidat në fushën e transportit modern dhe ndërlidhjes multimodale. Në nëmbrellën e qeverisë turke dhe me kujdesin e veçantë të presidentit Erdogan, u zhvillua forumi global i transportit dhe ndërlidhjes. 17 ministra dhe akoma më shumë delegacione nga i gjithë bota morën pjesë në këtë event të rëndësishëm vjetor, i cili sjell bashk vendet europiane me eksperiencën e tyre të çmuar për sa i përket kornizave rregullatore dhe projekteve me fizibilitet të lartë, si dhe vendeve nga Azia dhe kontinentet e tjera, që sjellin eksperiencën e tyre në projektet e guximshme dhe teknologji të avancuar. Panele me prezencë të ministrave për trajtimin e çështjeve më sensitive janë zhvilluar para një publiku të gjerë për të folur qartë e hapur për sfidat që përballen sot qeveritë, për sa i përket transportit dhe ndërlidhjes multimodale në tërësi, teknologjisë së re që avancon çdo ditë dhe që kërkon angazhim nga të gjithë aktorët e transportit. Elektrifikimi e kurrudhave, flotat e reja të automjeteve elektrike, portet e gjelbra dhe të lidhura me portet e thata dhe mbi të gjitha projekte me përfitim rajonal janë diskutuar pasi transporti nuk ka më kufi. Balluku tha se prezantoi në forum progresin që Shqipëria ka arritur në transportin rrugor dhe aviacionin civil, si dhe prezantoi projektet e reja për zhvillimin e porteve, që sipas ministres po e pozicionojnë vendin mes vendeve të zhvilluara. Kam prezantuar me këtë rast progresin e rëndësishëm që Shqipëria ka bërë në fushën e transportit rrugor, aviacionit civil, si dhe kam prezantuar projektet e reja që lidhen me portet, me ato porte të cilat e kanë futur Shqipërinë në një listë tjetër, në një listë të vendeve të zhvilluara. Forumi global për transportin dhe ndërlidhjen ka shënuar një tjetër thirrje të këtij komuniteti për bashkëpunim të shënësishëm, për projekte të bashkërenduara që lidhin vende dhe rajone, madje dhe kontinente, dhe mbi të gjitha këto instrumenta të ndërlidhjes janë jo vetëm në dispozicion të ekonomisë, tregtisë, por janë dhe në shërbim të qytetarëve. Nga ana tjetër, ato janë njësi të rëndësishme dhe të pazëvendësueshme të sigurisë botërore. Në ditët e sotme, kur padyshim siguria është në rendin e parë të listës së çdo qeverie, transporti, ai multimodal, është i rëndësishëm dhe është jetësor. Balluku tha se transporti multimodal është tashmë një komponent kyç për çdo qeveri, jo vetëm për zhvillimin ekonomik, por edhe për garantimin e sigurisë kombëtare dhe ndërkombëtare.